me ilahie dhe kong. Une kur I këndoj me vlutet, nëse janë 50 gra edhe nuk qajnë, gjatë këndimit me vlutet, une nuk e numroj veten që kam këndu. Allah emrin ta përmendim pa jandam me nis punën me ta gjithë kush borxhen kam gjithsa punë që nisen vetën për Allah emri Zotit ka me I dhonë shpërblim panda Allah thuajnë gjithë safrym që jetu I marë s'ka dyshim se puna jote prihet mbar njëherë në zemër Allah kush mundet me thonë gjithë gjunahet ai për toke I rëzon. Kështu pra. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله دام Agoj hana 14 nga I vendi gjithësis sa të gëzuar po të presim o I dashuri Perëndis jesi djeli jesi hana ti e drite ti e nur dëbukur si ty s'kemi panur oj fytyra e gëzum sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa ali ya Rasul Allah ya Habib Allah ya Nabi Allah ya Shafi Allah ya Rasul Allah ya Habib Allah ya Nabi Allah ya Shafi Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa ali sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Kështu pra, pse jo? Pse mos me kanë edhe këngëtare? Unë jam këngëtare, mirë po këndoj në repertuarin e këngëve fetare. Çdo kush për veti, të cilat këngë shërbejnë në vendet, në për xhamia, në për shtëpia, në rast vdekje,
në rast të hyrjeve në shtëpia të reja, në rastin e lindjeve të fëmijëve, gjithmonë kur kanë dëshirë diçka me, faleminderit Ladi, kur kanë dëshirë diçka me lavdru Zotin, me qenë mirënjohës Zotit, mu më thirin, halo Iqbala, po vjen me këndu një mevlut, e kom filan ditën, i më ledhin, faleminderit shpëtim, s'keni nevoj mu argju, i më ledhin që të nja 50-20, sa kanë mundësi mysafir, vinë prej Gyrbetit, dojnë mi paket mysafirt me një vend, edhe dhenë hajde për knoje një mevlut, me na knas, këtu a më në gjuhën Shqipe, edhe kështu që edhe Gyrbeqari i qetë që aty janë 100 euro, unë s'kam qef shumë pare, s'jam si këngëtartë, ka 1.000, ka 2.000. 100 euro, elhamdulillah, se tjetrën e bojnë për hirë Zotit, e marrë dhe një vajzë, e marrë dhe mikrofonin me veti, e shumë me radhë, edhe ju fitoni sevap, sepse çdo kund ku shkohet me vlut, faleminderit Erza, edhe unë të dua, çdo kund ku shkohet në me vlut, ndoshta motra me motrën s'kan fol, motra me kunatën, shoqja me shoqen, po kur vinë në me vlut aty në qatë takim që takohen, unë e pak një bised vogël, një lahije, një kaside, njëna tjetrës mi mare prej njerëzve mos mi adhon dorën, hajtë se për ja jap dorën, shu që i zoti shpis që e bon atë me vlut, normal pak harxhohet, mirë po i të bën krejt antartë, krejt dashamir, qikat e tezës, qikat e dajes, ka hy një shtëpi të re, hajde për hajre, bëjmë një me vlut. Kjo pra, se gjithmonë me këngë, me muzikë nuk shkon, po duhet najherë, shumë të në rasteve, me falenderu Zotit, o faleminderit o Zot, që ma ke mundësu me bo një shtëpit mirë, ma ke mundësu me pas pare me imledh krejt, akrabat, familjartë, sepse një hadith i profetit Erdoani, falenderit, mos harxhoni inderuar, një hadith i profetit thot, kush e jep një kafshat buke për akraba, për të afërmit e vet, sikur se mi ushqy 1.000 fukara. Sot merrem me mend sa vështirë është mi ushqy 1.000 fukara. Nga 1 euro më ja dhoni, që ma shumë, 1.000 euro, është shumë vështirë me i gjetë ata fukara. Prandaj, ju që jeni sidomos në Gyrbet, për mos me bo me prit mysafir aty ore saat, po edhe ju shijone pushimin, inshallah me fitore, inshallah i krijojmë një qeveri të bukur e të mirë, edhe ju shijone pushimin, edhe më lidhni dashamirët e juj, Iqbalës janë një përpara se unë jam e zonme, një ban edhe 2-3 ditë, allo Iqbal, filon qytetin, filon fshatin, s'keni nevoj as vetur, as kur gjon, vetëm një selam, apo vjen me maknuni me vlut, për çka? Për mirënjohje Zotit. Inshallah. Kom qenë e qartë. Ti pe bëjshe me vlutin tu pas hafëze. Po, ka edhe hafëze, edhe unë jam hafëze 4 gjuzeve të Kuranit, po s'ka dertë. Pyt në thoj kush e ka ndonë me vlutin mas mirti, edhe kush ka qene para në Kosovë, që e ka kry me dresën e diplomuar, e ka qitë Shamin moshën 14 vjeqare, edhe para që ka nis me dalë, me këndu, me vlutin në gjuhën Shqipe, sepse në Prizren vetëm tushisht këndojshin gratë, ndërka që burat prej gjamis këndojshin edhe Shqipe edhe tushisht. Prandaj unë e vendosa, vllau im që është teolog në xhamin e Tërzimallës, ai ma tregoj rendin që shkone, që shkëndojnë burrat, por edhe baba jam gjithmonë ka këndu me vlut. More një posek, thëshim posek, një lop e ka prej, për shembull, gjatë dimrit, edhe thoj ke hajde t'i thirim kja 10, 15, 20 veta, halla, 20, ato këto edhe e shtrojke një sofër të madhe, një tryes të madhe, një 50 veta sa kanë më marrë. Kështu që me vludi është një prej veprave artistike fetare i të cilat e tubojnë njerëzit. Zoti është përbleft. Bidat është po, të vehabit është bidat, se na para luftës gjithmonë kemi këndu me vlute. Gjithmonë kemi këndu me vlute. Edhe kur na ka vdek, edhe në 7-at, edhe në 40-at, edhe në 1 vjetin,
merreni me mend një njeri që nuk ka as qik, as djalë, as kërkon se ka, ngritën kojshit edhe ja përgatisin kufovën, shtrojnë sofrën, ja presin mysafirët spaku deri në 7 ditë, do më thonë të në prizren thënë karafil bek, pe janë i falinderit. Do më thonë edhe mu koni vetëm që s'ki kërkont, kojshit ngritën për me të përcjell, me nder, me respekt, deri të varri. E kështu që merre me mend një bab që kalon gjithat pasuni, e mos mi a kënduni me vlut, me thirr hoxhën, edhe mi thonë, hajde Hoxha Efendi, këndojen Jasinin, këndojen me vlutin, thirri shoqnin e babës, se kam ju bo qefi ati shpirtit babës tonë, sepse sa herë që këndohet diçka, sidomos deri në 40 ditë, shpirtit vdekmit rrin në për shtëpi. Prandaj është adet me i lon dritat dhezun, sidomos në korridor. S'ka nevoj në për dhoma ku flejmë, por në për korridor, në për obor, 40 ditë rresht dritat duhet me qenë dhezun. Për arsye se shpirti nuk mundet mu shkëput prej dashnive të kësaj botës. Dhe është i vetmuar atje, derisa të kalon ato azabet e vorrit, pyetje përgjigje. Pa ma parasysh edhe më kanë ekstra i mirë, ato pyetje përgjigje të kemi pas, e kështu që njerëzit deri ja bëjnë 7-ën, ja bëjnë 40-ën, 6 muaj, mandej 1 vjet, mas 1 vjeti mbyllët kjo, si me thonë për kujtim. Nëse nuk mundesh 40-ën, 40 ditë kur t'i bën, e jep naj pare, naj sadaka, në emër të babës tënd, ose i mbledh vetëm motrat, për shembull, ka vdek baba, vetëm motrat e ngushta i mbledh, një sofër e shtron, ashtu sa ashtu bijat vinë, po jo tash vdiq baba, u bëhe 7-a edhe hajde, shkoni në përshpia dhe u harrua i vdekur, jo, nuk shkon ashtu. Prandaj me vluti, zotni, ju që thoni bidat, ju e pas keni pi ujën e vehabistave, të cilët madje dhe kanë reo gjallar mas luftës, se kanë bo qelime, se kanë shku në për me vluta, e tjera, ho gjallarti kanë re në rrugë, ka qenë shkrume në për gazeta, e tjera, shu që ma ju me bidatin, bidat do me thonë risi, për nuk është risi.